Në Shkodër nisi faza e dytë e projektit forcimi i aftësive ripërtëritse në Shqipëri që parashikon hartimin e planeve të emergjencave për bashkitë, trajnime praktike për stafin lokal dhe investime në pajisje dhe infrastrukturë për përballimin e emergjencave. Si një prej qarqeve më të goditura nga këto fenomene, ky shihet si një hap i rëndësishëm për të shmangur apo minimizuar pasojat e rrezikut përmbytjeve, zjarreve apo fatkeqësive të tjera natyrore. Shkodra është e prekur si nga zjarret, nga rreshjet, nga rrëshimet, nga rrëshitjet e dherave. Dhe prandaj këto përvoja na kanë mësu se parandalimi dhe përgatitja janë gjithmonë më efektive se reagimi mas ngjarjes. Prandaj ky projekt ka një domethënie të veçantë. Na ndihmon të kalojmë nga një qasje reaktive në një qasje proaktive, parandaluese, duke fuqizuar jo vetëm institucionet, por edhe komunitetet, edhe qytetarët për të qenë më të përgatitur. Albania, and I think that also shows that Shqipëria vazhdon të përballet me ndikimet e ndryshimeve klimatike, me përmbytje dhe thatësira gjithnjë e më të shpeshta e më intensive, si dhe me fatkeqësi natyrore të tjera që, para se gjithash, rrezikojnë jetën e njerëzve, por gjithashtu shkaktojnë dëme të mëdha ekonomike që ndikojnë tek bizneset. Kjo nismë e re për qëndrueshmëri fokusohet në përgatitje dhe parandalim më të mirë të fatkeqësive natyrore, si dhe në shmangjen e humbjeve ekonomike, duke u përqendruar në mbështetje të synuar atje ku rreziqet janë më të mëdha. Ky projekt do t'i pajisë autoritetet vendore me mjetet, njohuritë, planet dhe kapacitetet e nevojshme për të mbrojtur popullsinë dhe bizneset. Qëndrueshmëria e vërtet ndërtohet nga baza, ndërsa faza e parë vendosi themelet ligjore dhe institucionale, Resail, faza dyte, ka në qendër fuqizimin e qeverisjes vendore. Duke punuar krah për krah me kryetarët e bashkive dhe me prefekturën e Shkodrës, po sigurojmë që zvogëllimi i riskut nga fatkeqësitë të bëhet një praktik konkrete që shpëton jetë dhe mbron zhvillimin ekonomik. Është një periudhë, sidomos periudha dimnore, e cila hasin vështirësi të mëdha pesë bashkitë të qarkut të Shkodrës, me problematika të ndryshme, duke filluar nga lumet, nga erozioni në zonën malore, ashtu edhe me zonën e pyjeve të cilat shpeshherë në mënyrë të qëllimshme apo shpeshherë nga pakujdesia kemi zjarrvënie të cilat na shkaktojnë dëme të mëdha. Ky është një projekt i cili është i mirëpritur për qarkun e Shkodrës. Kreu Agjencisë së Mbrojtjes Civile Haki Çaku, bëri me dije se në bushat të Bashkisë Vaudejës ka nisur tashmë puna për të parën qendër rajonale të emergjencave që do të menaxhojë Bashkitë e Veriut. Ne kemi qenë së bashku me Ministrin e Mbrojtjes, që natyrisht është dhe Ministri përgjegjës për mbrojtjen civile, në repartin në divizionin e Vaudejës, ku diskutuam krahas të tjerave edhe për rritjen e kapaciteteve operacionale, ku në bushat do të ngrihet qendra rajonale e ndërhyrjes emergjencave civile, e cila do të mundësoj rritjen e kapaciteteve operacionale, teknike dhe ndërhyrëse për të qenë sa më pranë bashkive, njësive të pushtetit vendor dhe njësive administrative apo dhe institucioneve të qarkut të Shkodrës për të menaxhuar sa më në kohë reale që të gjitha fatkeqësitë natyrore. Drejtuesit vendor, një pjesë të cilëve nuk i kanë shpëtuar xhobave për mungesë planesh në përballimin e emergjencave, e shohin këtë dokument të një rëndësie të veçantë pasi problematika që kanë në territor janë të mëdha. Bashkia e Vaudejësit me gjithë stafin e saj duhet të jetë angazhuar maksimalisht të ky projekt që të bëjmë diçka të mirë dhe të vlefshme për gjithë territorin e Bashkisë Vaudejës dhe qytetarët e saj. Para pak ditësh, Bashkia Puks hangi një gjob se nuk kishte një projekt të tillë strategjik për emergjenca civile. Kështu që tashmë po bëhet realitet nëpërmjet këtij projekti shumë ambicioz, kërkohet një plan i tillë, kërkohen investime në fushën e mbrojtjes nga zjarret, për sa i përket erozionit. Këto kanë shkaktuar sot probleme të tilla që dojnë ndërhyrje, sepse erozioni po bën mujton që me miliona metër kub dhera, mbetje të tjera për cilën ne hidrocentralet tona që janë mbi lumin Drin. Unë nuk është problemi se na kemi një
inspektim edhe normal, se mos kryerja detyrave në shkollët edhe me gjop. Unë kam bërë 70% të këtij projekti. Pavarësisht se nëse hyn 5 bashki në Shqipëri nuk më ne bajnë. Faza 2 e projektit që do zgjas deri në dhjetor të vitit 2028 synon ta bëjë rajonin e Shkodrës më të përgatitur dhe më rezistent ndaj fatkeqësive natyrore përmes forcimit të kapaciteteve lokale, trajnimeve dhe investimeve në infrastrukturën e emergjencave. Ky projekt përfaqëson një hap konkret drejt zhvillimit qëndrueshëm dhe mbrojtjes së komuniteteve përballë ndryshimeve klimatike, duke vendosur Shqipërinë më pranë standardeve të Bashkimit Evropian në menaxhimin e këtyre rreziksheve. Më pas të pranishmit, pan nga afër në territor një demonstrim të ndërhyrjes në një rast emergjence, si dhe të pajisjeve që disponohen nga rajoni i Shkodrës.